إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati dhe mirësi që Allahu Azza wa Jall na nderoi me to. Vëllezër të ndershëm, sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me gjendjen aktuale, ku Allahu Azza wa Jall prezanton faktet, ku Allahu Azza wa Jall dërgon shenja që njerëzit që të ringjallin zemrat e tyre dhe t'i lidhin me Zotin e tyre. Pra vëllezër të ndershëm, vapat e jashtëzakonshme që ka marrë në përgjithësi botën e në veçanti Evropën, çfarë aludon dhe çfarë nënkupton, çfarë përmban në vete kujtesë apo alarm. Duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall mos na ndëshkon për shkak gabimeve dhe gjunave tona. Pra vëllezër të ndershëm, vapa e madhe që ka kaplu dhe ditët në vijim, siç parashifet që do të jenë edhe më të ashpërta. Nga se ne vetëm jemi në fillim të verës, vëllezër të ndershëm, dhe temperaturat e larta aq të larta që nuk janë përjetuar në brezin e kaluar. Vallë, a ludon diçka? A dëshiron Allahu Azza wa Jall në përmes kësaj vape dhe në përmes këtij ushtari të përcjell diçka? S'ka dyshim se Allahu Azza wa Jall nuk ndodh në kozmosin e tij, nuk ndodh vëllezër të ndershëm në sistemin Allahut Azza wa Jall asgjë e kot. Me pa ata të cilën duhen ta përfitojmë dhe te ne ta logjikojmë dhe ta meditojmë. Se vapa e madhe vëllezër të ndershëm aludon fillimisht dhe tregon fuqinë dhe madhrinë e Allahut Azza wa Jall. Pra thot Allahu Azza wa Jall: inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Krimi tokës dhe qiejve, ndryshimi natës dhe ditës, ndryshimi stinëve, nuk aludon diçka, vetëm një fakt prej fakteve të fuqisë dhe madhrisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, ndryshimet që ndodhin në klim, ndryshimet që ndodhin gjatë ditës dhe natës, krimi qiejve dhe tokës, ashmësim, këshill për kujtim për të gjithë ata të cilët e zotërojnë, të cilët janë zot të mendjes së tyre. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër faktet dhe ajetet, një ndër shenjat e Allahut Azza wa Jall është dielli dhe ana. Është mrekulli prej mrekullive të Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall diellin e bani element të jetesës sonë. Çfarë mund të zhvillohet në këtë botë, vëllezër të ndershëm, mos kishte qenë dielli? Si do të jetosh mi vëllezër të ndershëm në errësirë, mos të ndriçon Allahu Azza wa Jall me diell? Megjithatë Allahu Azza wa Jall na tregon se këtë kosmos, këtë botë, nuk janë njerëzit ata që e kontrollojnë, po është Allahu Azza wa Jall ai i cili menaxhon dhe i kontrollon.
Do gjërë këta ditë të pejgamberit Allahu, si që ka transmetoj Imam Bukhariu, një sahabi i quajtur Ebu Dherr el-Ghifariu, tha isha me pejgamberin Allahut tek xhamia e pejgamberit Allahut para perëndimit të diellit, dhe pejgamberi Allahut e pyeti Ebu Dherr el-Ghifariu dhe i tha: ja Ebu Dherr, dielli po perëndon, a e din se ku humbë kom shefët dielli kur të perëndon? Tha Ebu Dherr el-Ghifariu, i thash Allahu dhe pejgamberi Allahut e din. Tha pejgamberi Allahut, tha: ja Ebu Dherr, dielli kur të perëndon i ban sejdë Allahut azza wa jall në arshin e tij, i ban sejdë dhe i par ulet Allahut azza wa jall. Pra s'ka krijesë që nuk im në nështrohat Allahut azza wa jall. Dielli dhe ona janë krijesat Allahut që e madhrojnë Allahun azza wa jall dhe përfillin sistemin Allahut azza wa jall, i bojnë sejdë Allahut azza wa jall në arshin e Allahut. Pastaj tha dielli lip letë që të vlundron, që të vazhdon udhtimin e tij, e Allahu azza wa jall tha jep leje që të vazhdon dhe të lind. Tha ja Ebu Dherr, ka me arë një ditë që dielli ka me bo sejdë, ka me e parul Allahut azza wa jall në arshin e tij, dhe ka me kërku prej Allahut azza wa jall që të lind dhe të vazhdon lëvizjen e tij. Megjithatë Allahu azza wa jall nuk i jep leje dhe qëndron dielli për olër, dhe deri në mjetikan me disa transmetime 3 herë Allahut azza wa jall i lip dielli që të lind, dhe Allahu azza wa jall nuk i jep leje derisa pastaj Allahu azza wa jall tha ti jep leje të ankohet dielli dhe të thot ja Rab, one tashmë nuk arrit që të lindi prej ati ku kam lind. Allahu azza wa jall i thot ktheu nga ke ardh. Dhe kjo dita që Allahu azza wa jall na tregon Kurani Kerim kur dielli lind nga perëndimi, dhe atë ditë që thot pejgamberi Allahut nuk i ban dobi mo askujt pendimi, nuk i ban dobi askujt besimi, përderisa nuk ka besu para se të lind dielli nga perëndimi. Ka të kanë pas frikë dhe të ndërshëm thuaj se gjithë krijesat që mos të zgjohen në mëngjes dhe të gjejnë diellin, ta presin diellin që të lind nga lindja, e dielli të lind nga perëndimi. Para të lejo të ndërshëm, thot pejgamberi Allahut, pastaj e lexoj fjalën Allahut azza wa jall, që tha Allahu azza wa jall në Kurani Kerim: wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Thot Allahu azza wa jall, dhe dielli është ai i cili lëviz në orbitën e vet, dhe kjo është përcaktimi i Allahut azza wa jall. Dielli nuk lëviz vetë me mendjen e tij, as me ijtihadin e tij, po është ai i cili e sondon diellin dhe hanën. Pat Allahu azza wa jall thot: wa min ayatihi al-laylu wan-nahar, nga mrekullitë dhe shenjat e Allahut dita dhe nata, po ashtu dhe nga faktet e Allahut dhe fuqisë së Allahut azza wa jall është dielli dhe hana. Allahu e ka bë diellin burim të dritës dhe të nxehtësisë, ndërsa e ka bë hanën të shkëlqen. Me kjo është me kaderin dhe taktimin e Allahut azza wa jall. Pra Allahu të ndërshëm, këto janë argumente dhe fakte të Allahut azza wa jall. Pra Allahu të ndërshëm, çfarë na përkujton nga e madhe, na tregon se ai i cili e rregullon këtë kosmos nuk është krijesa, ai është krijuesi. Ai e ngrit temperaturën sa të don kur të don, dhe ul temperaturën kur të don. Pra Allahu azza wa jall me këtë mesazh don me na përcjell atë që Allahu e zbriti në ajet Kurani Kerimi dhe tha: ja ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. O jo njerëz të gjithë ju mbar njerëzimi, ju jeni të varfër të nevojshëm për Zotin tuaj. Jo jeni të varfër, i pasur i vetëmi është Allah, i madhëruar, i lavderuar.
Ash Allahu Azza wa Jall, e madhru Allahu Azza wa Jall, para se të madhrojmë ne, o lavdru Allahu Azza wa Jall, para se ne të lavderojmë derisa Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim se s'ka krijesë që nuk e madhron Allahun, dhe ma e çuditshme vëllezër të ndershëm që ka zbrit në ajetet Kurani Kerimit, thot edhe hijet e njerëzve që nuk i parulen Allahut Azza wa Jall, hijet e tyre madhrojnë dhe i bëjnë sejdë dhe madhrojnë Allahun Azza wa Jall. E kuptove ti ku të ecë pse hija jote Allahu e ka kriju hijen tonë, nga se ka thot Allahu Azza wa Jall, dhe hijet e atinve që nuk e madhrojnë Allahun Azza wa Jall, hijet e ti dhe madhrojnë Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, hapa e madhe jashtëzakonshme tek besimtari gjithashtu ja kujton dhe ja kujton atyre se sa njeriu është i dobët dhe kupton fjalën e Allahut Azza wa Jall që thot Allahu në Kurani Kerim wa khuliqal insanu dha'ifa. Njeriu vërtet a kriju shumë i dobët. Sado që të krijoje, sado që që të përparoje, sadoje që të zbuloje, ka ndërtu qytete dhe shtetra, ka zbulu teknologji të ndryshëm, me gjithata pranë Allahut Azza wa Jall ngel i dop njeriu. Pra të leo të ndërshëm si që thuat kopolle zjarë që po e shkromon Evropën dhe pritët që të kthehet ka perëndimi në ditët e në vijim dhe të arrin dhe në Amerikë. O leo të ndërshëm si që pëjthojnë omega e zjarë, është një ndërlikim ma i madh që kam i fundosën dhe kam i tretën shumë superfuqi dhe kam i falementuar në aspektin ekonomik, në aspektin social, dhe tragjedit të mëdha kemi me pasën ditët në vijim, pra ata të cilët gjena vishin nga perëndimi dhe na u krendoshin vëllezër të ndershëm, pa infrastrukturën që e ka ndërtu perëndimi sot, ato inxhinierët më të përparuar dolën dhe thanë se ne jemi të paaftë, për shkak se nëse vazhdon kjo vap, duhet të rishqirtojmë ndërtimin e pallatave dhe shtëpive tona, nga se neve në realitet kemi ndërtu furra e nuk pas mi ndërtu shtëpi, nga se ata kanë mendu se klima nuk ndryshon dhe vetëm kanë ndërtu dhe kanë planifiku që të reziston vetëm ftohtit. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, nëse hinë brendësinë e tyre, është më keq se sa të futesh me një furbuke, për shkak se kjo ka qenë strategjia dhe aftësia e inxhinierisë së perëndimit të asaj kohe dhe asaj ati brezi. Pra do të rifillohet rishiqimi i ndërtimeve të pallateve, infrastrukturës dhe çdo sen do të mbaron brenda viteve për shkak ndryshimit të klimës. Mos flasmi vëllezër të ndershëm numrin e të vdekurve të njerëzve dhe shumica është më tragjike vëllezër të ndershëm se ato që vdesin më shumë janë duke vdek në ujë se sa në diell, për shkak se nuk dinë se si të strehohen, as nuk dinë të notojnë, as nuk janë të përgatitur për këtë vap të madhe që ende pritet që të rriten temperaturat. Ka mundësi që njeriu në mëngjes të ndel dhe të kërkon makinën e vetë, mirë po makina e ti faktikisht a bon si kur me qenë një sakëz i shkrim para derës vetë, nga se nuk është para pa që të reziston këtire temperaturave, dhe ne pysi dhe thojnë ku janë klimat, ku janë ajo që e fladit, vëllezër të ndershëm, ku ka mundësi të realizohet, se sikur që ato të ja lejojnë dhe të aktivizohet, atëre do të jetojnë në errësirë, nga se kanë filluan lumej gjithashtu vendet të thahen, dhe normal se nuk ka korrent dhe elektrik të mjaftueshme, dhe sistemi nuk është i parapam që të përballon të gjithë që të freskohen në vendbanimet e tyre. Pra ata i gjenë gjithashtu për qendra tregtare që nuk ka klimatizim në ta.
Pra Vëllezër të ndershëm, apo shifni se njeriu sa është i dobët me gjithë përbarimin e tyre, me gjithë avancimin e tyre, me gjithë nënshtrimin e tyre. Pra Allahu Azza wa Jall thot se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne do të shpalosmi faktet tona në Kosmos. Do t'i flasë, ne do t'i shpalojmë faktet tona në vetën e tyre deri të bindën se aq vetëm një Zot që meriton adhurim, vetëm një Zot që meriton nënshtrim, vetëm një Zot aq që duhesh t'i përulesh vetëm ati, që t'i frikesh vetëm ati, që t'shpresojsh vetëm ati, të falemnderojsh të jesh mirë gjatë vetëm ati. Thot pash Zotin tën, a nuk mjafton që Allahu po e dëshmon fuqinë dhe kudretin e vetë në çdo send. Pra të Vëllezër të ndershëm besimtarit, gjithashtu me këtë vapë të madhe që thonte Ibn Qayyimi, Allahu Azza wa Jall me mëshirën e vetë robëve të vetë ja shijon vapën e madhe që t'ja përkujton xhenemin. Gjithashtu me mëshirën e vetë ja kujton atëre ftoftin e mallëdimrit, që t'ja kujton një lloj xhenemi që quhet zemherir, që njerëzit të kenë dëro dhe t'i frikën Zotit të tyre dhe t'i nështrohen Zotit të tyre. Vapa e madhe Vëllezër të ndershëm na rikujton neve shumë begati që ne vetëm se i kishmi pas harruar. Apo shpesher për çka si janë të përditshme Vëllezër të ndershëm, mos me pasqen kjo vapa e madhe, askush se kish përmenën këtë shi dhe këtë freskim. Për ata njoni thot alhamdulillah, ra një shi edhe na freskoj se vetëm se vdiqëm fej vapës. Kishi ka ra edhe para vapës Vëllezër të ndershëm, ama askush nuk e ka përmenë. Këtë begati dhe këtë mëshirë të Allahut Azza wa Jall askush nuk e ka përmenë. Pa Allahu Azza wa Jall Vëllezër të ndershëm e çon vapën e madhe, pastaj e freskon e bën rahmetin e vetë. Megjithatë pejgamberi Allahut kur dishin në ret apo kur dinte erë friksonte pejgamberi Allahut. Si transmeton Aisha radiallahu anha, thot nuk e kam pa pejgamberin Allahut ma të shqetësuar që i ndryshonte ftira dhe nuk e zinte vend pejgamberin Allahut kur dilte një erë apo dilte një re në qiell, derisa një ditë ndërhina Aisha i thot ja Rasulullah, njerëzit kur shohin re, ha inshallah mos po bedeni rahmet. Njerëzit shpresojnë dhe gëzohen kur t'i shohin e ret, njerëzit gëzohen kur të dalen njerë, si që dol kjo erë dhe në fladit i tha pejgamberi Allahut, oj Aisha, kush më siguron se në kjo erë me veti ban rahmet apo ban azab, kush më siguron se kjo erë me vete ban stohi edhe ndëshkim apo ban me veti shi dhe rahmet, kush më siguron se kjo re ka me zbritën shi apo ka me zbritën gorë. Oj Aisha, arruan këta njerëz që një popull të cilët Allahu Azza wa Jall i sprovoi me thatësira dhe i sprovoi Allahu Azza wa Jall me vapë të madhe, derisa e ndërroshin ato që një pikëshie dhe e pon një re dhe vapruan të gjithë me shpresë se kjo re do t'i zbrese shi dhe të gjithë u streuan në re, dhe Allahu Azza wa Jall e urnon këtë ushtar prej ushtarëve të Allahut, ata që i shfrytzuan begatit e Allahut dhe e përbuzën begatin e Allahut Azza wa Jall, nuk o treguan minjoz ndaj krijuesit të tyre. Allahu e urnon ren që të zbrite atyre gur, dhe Allahu e shkatroi popullin e Ahkafit me gur. Ta kush më siguron se kjo re zbrit shi apo kjo re zbrit gur. Pra Vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall gjithashtu me këtë vapë të madhe neve na i prikujton mirësitë e tij, na kujton Allahu Azza wa Jall çka do me thon hije, nga se ne nuk e kuptojmë begatinë e hijes. Për atë Allahu Azza wa Jall kur e përmenin Kurani Kerim dhe thot wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال. Allahu Azza wa Jall tregon se juve prej atin dhe që ju ka kriju Allahu ka bo hije.
Çadrën tonë që e ke është nga mëshira dhe begatia Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall thot gjithashtu dhe Allahu ju ka kriju të kodrat, malet që nuk i strehonin e to. Dhe Allahu Azza wa Jall e përmend se Allahu Azza wa Jall wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Allahu ju ka dhëru petka, o ju të zhveshur, Allahu ju ka vesh, ju ka zbukuro që të ruan nga dielli. Për ata këta i kipa të zhveshuri se si që ruan vledhër të ndërshëm. Për atë Allahu në i ka dhonë petka se mos me pas qenë petka dielli do të në shkrumonte, do të në gjente të gjithë shtresat e lëkura sonë dhe do të mbaroshmi ne. Për atë Allahu Azza wa Jall thot Allahu Azza wa Jall ju ka dhëru petka që të mbroni ju nga nxehtësira. Ata të gratë që e bardhin petkën e tyre janë ata të streuara të cilët kanë një në rije, edhe nëse kanë vapë në këtë dunjo, ato e dinë se vapa e xhenemit është edhe më ndëshkuese. Pra leo të ndëshën vapa e madhe, gjithashtu Allahu Azza wa Jall me vapën e madhe, neve vleo të ndëshëm na kujton xhenemin. Atë pejgamberi Allahu thonë të kur është vapë e madhe, thonë të vonon e drekën deri të vlladitet pak. Vonon e drekën deri të vlladitet pak. Pse pejgamberi Allahu ti thonë të vonon e drekën për çkak se thot vapa e madhe e mesditës është nga përvëllimi vala e xhenemit. Që ta kujtojnë se vala e xhenemit e ka kapluan që të freskohen dhe njerë të jenë të koncentruan në namazin e tyre. Për atë sahabët shokët e pejgamberit Allahut kur ishte vapë leot të ndërshëm, e vononin drekën dhe e përkujtonin xhenemin, nga se pejgamberi Allahut si transmeton me një hadith Ebu Hurajra. Tha Ebu Hurajra thot pejgamberi Allahu se është anku xhenemi tek Allahu Azza wa Jall. A din çfarë ankese ka bon xhenemi tek Allahu Azza wa Jall? Zjarri i xhenemit është anku te Allahu Azza wa Jall dhe i ka thonë ja Rab, o Zoti i madh, një pjesë e ime është duke ngron pjesën tjetër. Zjarmi i xhenemi është duke ngron njëri tjetër. Pa ata tha Allahu Azza wa Jall tha ja lejoj xhenemi që ti ketë di frimarje në vjet. Xhenemi tha djerë të ketë frimarje, në frimarjen të cilën e merë njerë në stinën e verës dhe frimarje e dit anë stinin e dimërit. Pra do leo të ndërshëm thot pejgamberi Allahut, valen, vapën më të madhe të jashtëzakonshme që e përjetonim, nuk është diç tjetër vetëm nga përvëllimi xhenemi. Xhenemi ku ta shloje vetëm se vledha frimarjen, neve në ngritët temperatura dhe në bëhat 50 dhe 60, mos më konë rahmeti Allahut në shkrumon të gjithë. Në i kujton xhenemin, që ka do me thonë xhenem? Ti o njeri që thonë të Hasan al-Basriu që s'po mund me bosabën një qast të vapas e dilit këtë dunja, si e mendon me i bosabër xhenemit ku alon gjekë se njerju dhe gurët. O biri Ademit o i mashtruar, ti që s'po mund me qëndru në vap një qast, dhe po duket zheg i madh, së mund është me qëndru në diell vetëm një qast, si po mendon me shku te Allahu Azza wa Jall dhe me hi në xhenem, ko vetëm nga frimarja xhenemit, nga përvlimi xhenemit, së mund me përballu këtë vap, së mund me mbjetu kafshët në këtë sipërfaqe, së mund të ekzistojnë bimat, shterën, lumejt, thanë çdo sen vleo të ndërshëm, ndërsa po kije këzim ti me shku para Allahut Azza wa Jall dhe me përjetuan atë që Allahu Azza wa Jall është kërcënuan për ata që nuk kanë dëro Allahun Azza wa Jall dhe nuk i përullën ati, po kije mundësi të ti me hinë xhenem ku ka thonë Allahu Azza wa Jall wa quduha an-nasu wal hijar. Lëngjekse e tyre je ti e lëngjekse, jo që e përjeton, ti e aji që li dhe zjarmin dhe gjithashtu gurët lëngjekse
Qfar të rupi posedon, qfar aftësie ke, kullema nadhijet gjuludum, beddelna gjuludën gajraha, li edhuqul adhab. Se që të gjegët lëkura, Allahu Azza wa Jall të jari përtrim lëkurën që të përjetojnë, që të shijojnë, zjanë minë xhenemit, para të leo të ndërshëm. Kjo vape madhe në rikujton ditën e kiametit, kër thot pejgamberi Allah, njerëzit do të rinjallin për Allahut Azza wa Jall, do qëndrojnë në kom 50.000 vite, dilli do të zbresen mbi kokat e tyre. Sot pak me na u afru dilli në shkrumon të gjithve, ditën e kiametit dilli do të jetë mbi kokat e tyre. Lartësia e dillit nga kokat e tyre ka thonë është 1 mil. E dini çfarë do me thonë 1 mil? Është moqje të cilën përdoret e milin këtë dunja, apo si që ka anë me një transmetim nga shokët e pejgamberit Allahut se dilli mbi kokat e njerëzve është me lartësi sa vetlla e njeriut, apo qerpiku i njeriut dilli mbi kokat e tyre. Për atë pejgamberi Allahut njerëzit të zhitën në gjerës, disa deri në kyç, disa deri në gjuhë, e disa deri në brez, e disa deri mesin e gojës, e disa të zhitën në ta deri mesi i veshve të tyre, 50.000 vite në gjerësat e tyre, ko nuk do të ketë hije vetëm hije Allahut Azza wa Jall, apo hije arshit Allahut Azza wa Jall. Para të lejo të ndërzëm kjo vape madhe neve në kujton, në rikujton begatin e hijes dhe në rikujton gjithashtu begatin e ujit të freskët. Para të Hasan al-Basri u thot, nëse don me shiqu begatin e Allahut Azza wa Jall tek vetja jote, shiqoj këto 3 elementa i posedon tije ai ma i pasuri, ma i ndershmi, ma i begatuari tek Allahu Azza wa Jall. A ke shëndet? A ke pik uj me shujtën e qëntane? Dhe a ke strejmor, a ke hije? A ke hije? Pa pejgamberi Allahut kur piti uj, jo uj të freskët nga frigoriferi si që pim ne vleo të ndërsh, po në atë ko uj freskët uj që ishte në hije. Pejgamberi Allahut pasi piti uj, e lexoj fjalën Allahut Azza wa Jall që Allahu tha në Kur'anin e Kerim, thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Ditën e kiametit keni më pyetën për këtë begati të madhe. Pa thot pejgamberi Allahut para në çështje nga begatit që Allahu Azza wa Jall e pyet njeriu në ditën e kiametit, thot a nuk të dhash trup të shëndosh dhe a nuk të shujtë eqen me ujë të freskët? Uji është begatia më e madhe që Allahu Azza wa Jall na ka ndëru. Pra thot Allahu Azza wa Jall, fara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. A jeni mora ka e shifni ujin që ju e freskoni vetën tuaj? A jeni ka e shiqoni ujin që e pini dhe shuni eqen tuaj? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. A ju e zbritët nga ret? A ju e fladitët? A ju e freskuat kon? A ne jemi ato që kemi zbrit? Lau në shau le gjallna u gjagja, na me dash këtë ujë e bojmë të njelmët, nuk ja shun eqen juve, nuk ju freskon juve. Felaula të shkuron, pse atër rebeloni dhe nuk i jeni mirënjos. E fara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Po si kur Allahu të tërheqë ujin thot në tokë, a ka fuqi apo super fuqi që ka mundësi që ta shfaqe ujin si përballë të tokës. Pra Allahu të ndërshëm, ne jemi dita kritike. Për shkak se pejgamberi Allahut me një hadith na tregon se para 3 vite para shfaqjes së Dejjallit kanë mushter ujërat,
kanë mu paksu bimet. Vitin e parë një e treta nuk ka me dhonë toka bereqetin e vetit të treta, dhe vitin e tretë s'ka me dhonë toka as një bereqet e as pik uj. E kuptuat pse janë ata që cilët nuk janë të bindur në Allahun Azza wa Jalla, pasojnë Dejjalin, nga se vëllezër të ndërshëm materializmi ka mujt ato, ja kanë mbyt imanin atyre, nga se ata janë të cilët vetëm lakmojnë që ta shujnë eqen e tyre, që ta ulin uriqen e tyre. Pa thonë dhe pejgamberi Allahu nga shenjat e kiametit ka mushtuan vdekjet vëllezër të ndërshëm, nëse vapa vazhdon kanë mushtuan, nga se bereqeti ka mu paksuan, kafshët kanë me ngordhën. Pa atë Allahu Azza wa Jall është sinjal që neve në dërgon që ne t'i kthemi Allahut Azza wa Jall, që të pendomi tek Allahu Azza wa Jall. Para transmeton Ibn Abi Shaybah, ngona Abdullah ibn Mesudi u drill tokën Kufa. Abdullah ibn Mesudi nuk pyti sa shkallë ishte dridhja e tokës, ku ishte epicendra e dridhjes së tokës. Mirë, Abdullah ibn Mesudi u drejtu muslimanëve, tha: "O ju musliman, o ju besimtar, Allahu po ju thret që t'i ktheni atij, ktheni ju dhe pendonu Allahut Azza wa Jall. O ju besimtar, Allahu po ju thret që t'i ktheni, të përmisoni raportet me Zotin tuaj, kthenu përmisoni raportet se nuk zbrit belaja, vetëm për çka mëkatit dhe nuk ngritet vetëm me tobe, me istighfar. Allahu nuk e ndëshkon një popull përderisa pejgamberi Allahu ta gjallë dhe i ka vdek, të thot: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Dhe Allahu nuk e ndëshkon një popull përderisa ato bojnë istighfar, përderisa ato pendohen, përderisa i kthehen Allahut Azza wa Jall. Para thonte Ibn Jauzi, vëllezër të ndershëm, Ibn Jauzi thonte: "Nëse sprovat vinë të një pas njëshme, ke kujdes se Allahu po të thërët, mirë po ti ende je shurdh. Ke kujdes, mos u ban nga ato shurdhët, po Allahu po të thërët. Allahu po të thërët që të ratrokit qderën e ti, ktheu të Zoti jot, përmisohu i raportet me Zotin tanë, përgjigju thirrjes Zotit tanë, trokit e derën e Zotit tanë, pajtohu me Zotin tanë, se kja qëllimi Allahut Azza wa Jall për këtë thirrje. Për atë ta thonë të Hasanul Basriu, mjeri ata të cilët i shofin faktet me si e verberohan me zemra. Mlumosim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos në ban nga ata të verber me zemra, po t'i shiqojmë këto dukuri dhe këto fenomene me zemrat tona, t'i lexojmë me shpirtin ton dhe t'i kthemi Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të zbrite këtë hidhrim të ti ndaj nesh. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na përshin me rahmetin e ti. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, vapa e madhe aludon dhe na tregon se gjithashtu kjo botë nuk është bota e dëfërimit dhe borpërshmërisë. Nuk ka bota e ratlëkit, po a bota e veprimit dhe sprovës. Ashtu si thonë të Hasan al-Basriu, kja dunja që Allahu Azza wa Jall ka që sprovë pas sprovë, pregatitu për dimën, pregatitu për verë, pregatitu për dimën, pregatitu për verë. Begatia më e madhe vëllezër të ndershëm gjithashtu na kujton mirësitë e xhennetit Allahut Azza wa Jall, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira." Gjenetlit janë të ullën në koltuke, s'ka vap të to e as ka vëllezër të ndershëm ftohje. Allahu Azza wa Jall e ka bo gjennetin me një klim të përshtatshëm, të përhershëm, nga se e ka bo vend badim të shpërblimit. Për atë shokët e pejgamberit Allahut, kur ndoshin këto fenomene, nxitojshin në pendim, nxitojshin në istighfar, jepshin sadaka dhe ju ktheshin Allahut Azza wa Jall dhe i përmisoshin raportet e tyre. Për ata nga se Allahu Azza wa Jall thonte: "Wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa
illa takhwifa. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe nuk I shpalosmi dhe nuk I dërgojmë në shenjat dhe fenomenet të cilat njerëzit I përjetojnë vetëm që njerëzit të kenë frikë dhe tro Allahun Azza wa Jall, që t'i kthehen Allahut Azza wa Jall. Para të lejo të ndërshëm njëkohësisht kjo vëp e madhe e rahmet, që njerëzit para se të shkojnë të Allahu Azza wa Jall t'i kthehen Zotit të tyre. Para të Allahu Azza wa Jall thot Kurani Kerim, felaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, pse kur erdhen fenomenet e Allahut Azza wa Jall, përse kur e shfaqi Allahu Azza wa Jall një dokori të dëdhimshme për to, nuk ju kthien Allahut Azza wa Jall, mirë po atyre çka ju ndodhi ju vrashkësun edhe më tepër zemrat e tyre. Eja që kojmë ndeti që të freskomin ta, eja që I tajdojmë Zotin ton, a nuk e din se nuk ka mundësi as deti me të freskohen nëse Allahu I ngrit temperaturat u lejo të ndërshëm. Ke mundësi me shku me antar të familjes tonë, mirë po më këthi pa to, dhe kështu po ndodh lejo të ndërshëm këta për ata. Kthimi ashtë tek Allahu Azza wa Jall, freskimi ashtë me mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall po na thëret që ne të reflektojmë jetën tonë, të ka kuptojmë misionin tonë dhe mos ketë alarmje I ditëve në vijim që janë edhe më të rrezikshme, nga se në akhiri zaman shtohen sprovat vëllezër të ndërshëm. Një ndër sprovat është ajo e cila ka godit, dhe ajo e cila vëllezër të ndërshëm ka mundësi me godit, nuk do të thotë që vetëm vapa, ka mundësi dhe vërshimet, ka mundësi dhe belat, përderisa një popull nuk I kthehet Allahut Azza wa Jall. E më e mjerueshme është që nëse zbret dëshkimi Allahut I përshin dhe të mirat, a e din pse e përshin Allahut të mirin për skejt liget, nga se ne heshtëm vëllezër të ndërshëm, si thonte Omer ibn Abdul Azizi, Allahu e ndëshkon të mirët bashkë me të këshinj, për shkak se të mirët heshtën, uat ato së paki që të reflektojnë, që flaku që të flasin, që baku të këshillojnë, familjet e tyre që t'i kthejnë Allahut Azza wa Jall, nga se zjalmi që e nehmi tash ma I ndëshkueshëm, dhe të mija me Allahun Azza wa Jall është ma e frikshme. Para thonë të Hasan al-Basri, a ditë që ke vap, kujto e vapën e varit edhe më të madhe, do të freskohet trupi jot, do të qetësohet shpirti jot. Para ata celefët parton I lipshin ditët e shekta, që të agjerojnë, dhe kur I pishin e bitëshin ato, pse pa agjeroni në këtë vap të madhe, thoshin për një vap edhe më të madhe. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të zbrit rahmetin e Tij dhe të na vetëson që ta kuptojmë se I vetmi Zot a që meriton adhurimin, I vetmi a që meriton kthimin, I vetmi a që cili na don më shumë se ne që dojmë vetën ton, I vetmi është absolut I cili e kontrollon kosmosin, dhe ne jemi të varfër të nevojshëm për Zotin ton. Allahu Azza wa Jall s'ka nevojë për ne, mirë po ne shprehemi me njohje nga se jemi të nevojshëm për ta. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.